Në Kosovë është turp, bazuar gjitha parametrat të ketë pagë në 1000 euro. Nuk mund të ketë në Kosovë pagë në 1000 euro bazuar në resurse dhe në parametrat që i kanë analizuar dhe FMN edhe Banka Botërore. Prandaj qeveria po abuzon. Prandaj ky duhet me asanu gënjeshtrën e sankcionuar me ligj. Po, ky nuk e ka zbatuar ligjin që ka miratuar në parlamentin e vet e Kosovës dhe që e ka sjell vet si qeveri. Dashur me që jena këtu me zotri Hysem Berishën, i cili do të na flet shkurtimisht për çështjen e zgjedhjeve. Përshëndetje, zotri Berisha. Përshëndetje për ju. Pyetja jam e sotit është kjo, a mendoni që në zgjedhjet lokale, tash po thuaj që jena në prag zgjedhjeve, qytetarët nuk do t'i bojkotojnë këtë zgjedhje duke pa që zgjedhjet parlamentare nuk janë shku ashtu qysh e kanë prit qytetarët? Po edhe ashtu ka disa palë zgjedhje që qytetarët nuk dalin në përqindjet mjaftueshme. Dini se 40% e qytetarëve kanë votuar edhe në zgjedhjet e fundit, po edhe të parafundit. Kështu që kjo ramja është për shumë arsye, por mos krijimi i institucione për një kohë kaq gjatë është një situatë abuzive me qytetarët dhe me pritjet e tyre. Edhe në këtë rrethon është demotivuese për të qenë pjesë e procesit zgjedhor, sepse e shohin se pa asnjë arsye ligjore dhe kushtetuese apo standardet me të cilat krijohen institucione, mbi të cilat krijohen institucione, po mbetemi pa institucion tash sa kohë. Do të thonë është fundi vitit, nuk ka buxhet të miratuar, s'pati rishikim të buxhetit dhe çfarë na pret neve vitin e ardhshëm ta zëm buxhetor. Por këtu janë disa rrethona, pastaj përkeqësimi i jetës sociale, pasiguria e lartë që është krijuar me këto lëvizje jo dronet u shfaqen, jo helikopteret e jo ku ta diun krizat ndërkombëtare që Kosova nuk mund të jetë imune. Të gjitha këto bashkë bën dhe kjo neglizhencë që është treguar për ambicie thjesht personale dhe grupore politike të subjektëve politik, normal se është demotivuese për qytetarët edhe po shihet edhe fushata, nuk ka frymë mas fushate, nuk po vrehet se ka fushata. Kupton, vetëm ata që janë kandidat po prekupohen, po mundohen me taku njerëz, po s'ka motivim tek qytetarët as për t'i përkrahur, as për t'i takuar. Disa takime që i vrejnë masive ato janë improvizim për mbledhja e njerëzve nga gjitha anët. Mirë, po në zgjedhjet lokale ju duhet mi pa qytetarin drejt për drejt duke provuar me kontaktu me kandidatin e vet. Sepse tani flitet për zgjedhjet që kanë bëjnë me jetën e përditshme të qytetarit. Në momentin që zgjohet del në rrugë dhe përballet me ujin, me rrymen, me kanalizime, gjitha tjera. Ndryshe është niveli i zgjedhjeve lokale qendrore. Prandaj fakti se nuk po shihet kjo frymë, nuk po shihet kjo lëvizje, energji, pozitivitet, tregon se këta qytetarët janë demotivuar dhe nuk kanë kurrë respekti as për institucionet që pritet të krijohen dhe as për zgjedhjet tani që mbahet, që mendoj se zgjedhjet kanë një karakter festiv. E vërtet. Pyetja tjetër është, kena pa një premtim ish kryeministrit ose kryeministrin detyrë që do të ketë rritje të pagave në mënyrë marramendse. Paga minimale do të jetë 500 euro dhe pensionet do të jenë mbi 300 euro. Sa janë efikase këto premtime? Këto janë gënjeshtra. Së pari le të arrit pagën minimale për cilën e ka miratuar ligjin në Kuvendin e Kosovës. Kur që shmonët me miratu një ligj kur qeveria institucionet Në legjislaturën e kaluar është miratuar ligji për rritjen e pagës minimale. Dhe ajo është dashur të jetë para 2 vite është 360 euro. Sot është ende 160 euro. E vërtet. Pra, e dyta, në atë ligj janë përjashtuar kategoria më sublime e këtij vendi që janë veteranët dhe kategoritë e luftës, që kanë ngel prapë 170 euro. Prandaj, ky duhet me asanu gënjeshtrën e sankcionuar me ligj. Po, ky nuk e ka zbatuar ligjin që ka miratuar në parlamentin e vet e Kosovës dhe që e ka sjell vet si qeveri. E tani po jep premtim për 500 euro. Sot është turp në Kosovë me bisedu për pagë minimale 500 euro. Kroaci, Malezia, Shqipëria dhe disa vende këtu fqinje, tashmë veç e kanë rrit pagën mesatare dhe kanë dikun të 900.000. Dhe në Kosovë ende flitet për pagë 500 euro, që do të thotë është me jetu në mizerje, sepse shkolla inflacionit, çmimet, mos zhvillimi, ikja, papunësia, faktikisht 500 euro që sot e kanë zhvlerësuar në 50% e një pagë që ka qenë shumë më e vogël para 5 vites kur para se këta të vinë në pushtet. Kështu që sot në Kosovë nuk mund të ketë të gjithë parametrat, edhe Banka Botërore, edhe FMN-ja, i kanë kërkuar të rrit pagat bazuar në bruto produktin kombëtar. Dhe ky nuk e ka bërë. Dhe tani këtë çka mund të pritet është që ta përjetojnë qytetarët edhe një mashtrim elektoral. Besoj se qytetarët e kanë lexuar se këto që nuk qëndrojnë. Në Kosovë është turp, bazuar gjitha parametrat të ketë pagë në 1000 euro.
nuk mund të ketë në Kosovë pagë në një mënyrë bazuar në resurse dhe në parametrat që i kanë analizuar dhe FMN edhe Banka Botërore. Prandaj qeveria po abuzon. Kurse ky premtim elektoral për pagë minimale 500 euro, kjo është talje me qytetarët, kjo është e pavërtetë, e paqëndrueshme sepse ky ende vazhdon të jetë në gënjeshtër për pagën minimale që e ka miratuar edhe me ligj në Parlamentin e Kosovës. Çfarë pritet prej këtyre zgjedhjeve? Po, mendoj se do të konsolidohen tani institucionet lokale, ashtu siç është në traditën e zgjedhjeve dhe pjesëmarrja do të thotë nuk e determinon atë nëse sa i përket rregullsisë e tjera, kështu që po, do të ndodhë zgjedhje, do të krijohen të institucione lokale, mirë po sa do të kenë, shife, gjithmonë mund të jenë legale, mund të jenë legjitime, por shtrohet pyetja, sa është legitimiteti përfaqësues i këtyre mekanizmave, këtyre institucioneve që krijohen. Dhe kur e shef përqindjen e daljes, atëherë imagjino kur ti përballesh me 60% që është aktualisht, e kësaj radhe mund të jetë 70% që është jashtë procesit zgjedhor. Pra qytetarë që janë pjesë e procesit politik. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë njerëzve, institucioneve dhe përgjithësi popullit? Është mirë, shive, populli duhet të ndaj përgjegjësinë. Kultura institucionale do të thotë me qenë pjesë e jetës institucionale në shtet. Patriotizëm kushtetues do të thotë me respektu institucionet e shtetit. Dhe tani kur thua ti se institucionet e shtetit nuk kanë përkujdesin ndaj meja, nuk i si tham, nuk duken që janë institucionet mira, nuk i pëlqen qytetari. Kjo pastaj është kundër vetvetes. Sepse ti duhet me luftu për përmirësim, jo për dorëzim para institucioneve. Në qoftë institucionet e të mira, kjo është sistem demokratik, nuk është koha regjimit komunist, kur komiteti qendror i përcakton edhe kush i përfaqëson. Në demokraci ka një të mirë, se në 4 vite mundesh me dëru dikon me abuzu me ty, një herë me të mashtru, 2 herë, 3 herë, po jo tërë jetën. Dhe çdo secili është i zëvendësueshëm. Prandaj quhet demokraci sepse populli me votën e vet e ndryshon regjimin. Nëse ti mbetesh indiferent, atëherë institucioni abuzon me ty. Prandaj qytetarët duhet dalin, duhet votojnë, duhet jenë azhur, duhet të kenë patriotizëm kushtetues edhe patriotizëm shtetëror. Ta duan shtetin e vet, edhe dashuria e shtetit do të thotë të mos lejon klasat politike, spektri politik me abuzu me institucionin, me ligjin në raport me qytetarin. Dhe kjo quhet kulturë institucionale, kulturë shtetërore dhe vedi e lartë shoqërore. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Faleminderit edhe juve për interesimin. E ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjanat e mira i sjellën veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.